Rikthehemi sërish në këtë hapësirë për të folur për sportin, pasi nga data 21 gusht pra nga sot deri më 3 shtator, në rrjetin e radio televizionit shqiptar do t'jepet ekskluzivisht lojërat mesdhetare dhe Shqipëria do të përfaqësohet në këto lojëra, por për të mësuar se për sa futbollistë neve do përfaqësohemi edhe me sa sportistë do përfaqësohemi në këto lojëra, po ashtu edhe për pjesëmarrjen dhe gjithë aktivitetin që është ndërmarrë, do kemi një komunikim në këto momente me kreun e Komunitetit Olimpik Shqiptar, zoti Fidel Ylli. Zoti Ylli, shumë faleminderit që jeni me ne. Zoti Ylli, nuk e di nëse më dëgjoni? Të dëgjoj. Shumë faleminderit që jeni me ne. Siç e thash, sot nisin lojërat mesdhetare, Shqipëria është pjesëmarrëse, por me sa sportistë do përfaqësohet Shqipëria në këtë eveniment mallor, duhet thënë? I gjithë delegacioni është 120 veta, 120 sportistë, trajnerë dhe zyrtarë, kurse sportistë që do marrin pjesë janë 70 sportistë. Rreth 25 janë të Federatës Futbollit, sportistë, trajnerë dhe gjithë stafi i tyre, menaxheri i tyre. Kjo është përbërja e delegacionit olimpik që do të përfaqësojë Shqipërinë në lojërat e 20 mesdhetare që zhvillohen në Taranto të Italisë. Për të folur për synimet sportive, cilat janë objektivat kryesore të Shqipërisë në aspektin e medaljeve, por edhe të performancës? Dyshim që Shqipëria pothuajse në të gjithë lojërat mesdhetare ka marrë medalje. Nuk po flas për vitet 87 në Latakja që përveç sportistëve në sportet individuale në atletik kanë marrë medalje dhe basketbolli dhe voleybolli i femrave. Por në bazë viteve 90 ju e dini çik si në rënjen e sportistëve tanë që shumica shkuan dhe në Europë dhe tani kemi filluar të performojnë më mirë duke futur dhe ekipet sportive në shkolla për gjallëruar ekipet e voleybollit dhe basketbollit në shkolla që do kohën e vet që të fillojnë masivizimit në nxjerr dhe cilësinë. Por ne pretendojmë me sportin e peshngritjes, me sportin e mundjes, me sportin e boksit, të taekwondo-s dhe të atletikës dhe të judos për të hyrë në zonën e medaljeve. Nuk është vetëm thjesht medalje, se Shqipëria ka marrë pothuajse në gjithë lojërat mesdhetare medalje, por këtë radhë i shtohet dhe ekipi futbollit që është hera e parë që merr pjesë si pjesë e delegacionit olimpik në lojërat mesdhetare. Nuk duhet të harrojmë që lojërat mesdhetare janë 3 kontinente, është Azia, është Afrika, është Europa dhe garojnë nga Tunizia, nga Maroku, nga Kipro, nga Greqia, nga Turqia, nga Franca, nga Slovenia, nga Italia, nga Kroacia, nga Malizi, Maqedonia, Kosova, që janë shtete që kanë sportistë elitar dhe sidomos në këto sportet tona që ne pretendojmë të marrim medalje. Megjithatë, ne kemi bërë të mundur që delegacioni të shkojë në dinjitet, i veshur, të performojë mirë dhe shpresojmë ku sot është ceremonia e hapjes dhe falenderoj radio televizionin publik që do bëjë të mundur për të transmetuar direkt nga Taranto gjithë sportistët tanë dhe gjithë lojërat mesdhetare dhe nesër ne fillojmë me ciklizmin, me notin, me taekwondo-n, do të ketë boksi, aktivitet dhe në orën në 8 të darkës mos gaboj do të jetë futbolli Shqipëri-Itali. Qartë, zoti Ylli, si paraqitet forma e sportistëve tanë, si janë përgatitur për këtë eveniment ndërkombëtar? Me ato pak mundësi që në federatat tona për të bërë pregatitje për evenimentet të veçanta, por sportistët elitar, Komiteti Olimpik ka gjithkohës që i ka në fokus që ata të performojnë jo vetëm për lojërat mesdhetare, por kemi lojërat olimpike europiane vitin tjetër në Stamboll të Turqisë dhe po përgatitemi për lojërat olimpike të Los Angeles 2028. Kështu që ata nuk kanë asnjë moment pushimi, janë të subvencionuar pjesa dërmuese e tyre me bursë nga Komiteti Olimpik, por dhe federatat përkatëse i kanë prioritet qoftë peshngritja, mundja, judo, taekwondo, atletikët, sportistë elitar, edhe boksi janë gjithmonë në vëmendjet federatave për të pasur një grumbullim dhe për të stërvitur 2 herë në ditë. Sepse një sportist elitar nuk mund të stërvitet thjesht se ka një garë, por duhet të jetë gjithë vitin dhe 4 vitet e vitit që përgatitet
për finale dhe kualifikimet për në lojrat olimpike të Los Angeles. Zoti Ylli, duhet thënë që Komiteti Olimpik Shqiptar me në krye ju ka pasur një vëmendje të shtuar për sportistët edhe në aspektin monetar dhe të trajtimit. Pra, sa janë të motivuar sportistët për të marrë pjesë në çdo eveniment ndërkombëtar sa i takon sportit, për shkak edhe të trajtimit që ju e keni bërë? Ne jemi sforcuar të radhë për t'i çuar dhe për t'i veshur dhe për t'i mbathur, por nuk kemi pasur ndonjë buxhet të veçantë nga ministria që këta kemi mundësi t'i bëjmë për t'u grumbulluar, sepse sportistët s'u grumbullohen për gara kaq të mëdha siç janë lojrat mesdhetare, ato olimpike europiane apo lojrat olimpike botërore, qoftë verore, qoftë dimrore. Ministria duhet të ketë një vëmendje të veçantë, sepse në fundit ne nuk përfaqësojmë as veten tonë, as familjen tonë, ne përfaqësojmë flamurin shqiptar, ku duke përfaqësuar Shqipërinë dhe vendet si Italia që organizojnë këto lojra, vetëm për anijen Cruz që mban 4.500 sportistë, pagon $1.200.000 në ditë, vetëm për akomodimin e tyre, për t'i krijuar kushte speciale me salla, vetëm salla që është si Pallati i Kongreseve që është brenda në anije mban rreth 900 sportistë. Sallat vogla, bare, klube, restorante, piscina, akomodim special që ka bërë Komiteti Olimpik Italian dhe qeveria italiane, sepse në fundit të emri Italisë, është imazhi i Italisë që Italia është lider botëror për sa i përket sportit, dhe ata i kanë kushtuar një rëndësi të jashtëzakonshme këtyre lojrave, pasi Italia, jo vetëm lojrat mesdhetare që është lideri këtyre lojrave, po dhe lojrat olimpike është në vendin e tretë në ranking listës botërore për sa i përket medaljeve olimpike, qoftë ato të arit, të argjendit apo të bronzit. Pra, sporti në vizionin ton nuk është vetëm një garë që ne po marrim një medalje, apo 2 apo 5 medalje që ne do t'i marrim dhe me pasur një ndim të veçantë. Sporti është imazhi më i mirë i Shqipërisë. Sportistët janë ambasadorët më të mirë të këtij vendi. Shqipëria nuk prodhon asnjë gjë përveç sportit dhe turizmit. Prandaj i bëj thirrje gjitha instancave shtetërore, nga kryeministri, ministri dhe të gjithë anëtarëve të qeverisë që të kenë vëmendje që kur miratojnë ato buxhete mjerane për sportin, të jenë të vëmendshëm se sportistët i kanë nderuar deri në sot me medalje qoftë lojrat olimpike, ku në 4 vjet Shqipëria ka marrë 860 medalje, duke filluar për të rritë dhe për të rritur në të gjitha sportet, që nuk janë bërë kurrë dhe nuk mund bëhen dot kjo performancë në asnjë fushë tjetër. Prandaj unë nuk do të rresh së foluris, ngritur zërin, më shumë investime në sport, se sporti është shëndet, sporti është edukim, sporti është mbi të gjitha edhe ekonomi, sepse janë zhvilluar në Tiranë aktivitete pafund si Giro d'Italia, por maratona që është futur në hartën e Federatës Botërore që kanë ardhur 4.500 sportistë, kampionati botëror i mundjes, kemi kampionate të botërore të mundjes, të peshngritjes, të taekwondos, të boksit, të gjitha federatat që gjithë sportistët kanë paguar, duke ardhur duke fjetur në hotelet tona. Pra, në këto miliona turistë që vinë Shqipërisë, një pjesë të rëndësishme e ka dhe sporti, me këto aktivitete ku është bërë Shqipëria si epiqendër e Europës për organizimin e kampionateve botërore, europiane dhe ballkanike, që sapo e mbyllim një kampionat ballkanik të xhudës, dhe pse në muajin tetor do të kemi kampionatin europian për të rritur të peshngritjes. Prandaj, duke pasur më shumë vëmendje, të jemi të sigurt që ne do të performojmë akoma më mirë, do t'i mbajmë sportistët tanë më mirë, sepse janë bërë ligje të mira për sportin nga qeveria shqiptare. Është bërë ligji i gradave, ligji i shpërblimeve, dhe Shqipërisë nuk i ikin më sportistë për të garuar për vende të tjera, por garojnë me dinjitet për vendin e tyre. Dhe më shumë, sikur të rriten buxhetet e sportit për federatat tona, jeni të sigurt që ne, siç kemi futbollin tani prezent që ja pagoi Federata Italiane të gjithë shpenzimet e ekipit futbollit, mund të kishim edhe volejbollin, edhe basketbollin dhe sportet tjera dhe handbollin, që delegacioni të ishte 300 sportistë siç ka sjell Kosova. Një vend më i vogël si Shqipëria, dhe kanë ardhur 300 veta delegacioni i Kosovës, dhe mbas 4 vjetësh
Lojrat mesdhetare do t'jenë në Prishtinë dhe në Durrës, ku në Durrës do të zhvillohen lojrat e ujit dhe ne do të hymë përsëri siç kemi hyrë në këto kampionate që zhvillojmë, do të jetë një aktivitet i rëndësishëm si lojrat mesdhetare që Shqipëria do t'i organizojë në mënyrë perfekte bas me Kosovën në Bregdetin e Durrësit. Thënë këto, zotë Ylli, ju thatë që keni një buxhet të sforcuar, megjithatë keni siguruar veshjet për gjithë futbollistët. A ndihet diferenca për shkak edhe të mungesës së buxhetit me, le të themi, përfaqësueset e shteteve të tjera mes Shqipërisë dhe atyre gjithmonë? Buxhetet kanë të bëjnë me trajtimin e sportistëve disa muaj përpara se të vinë lojrat. Kurse çështjen e veshjeve, ne nuk mund të rrinim në dorë të ministrisë apo të qeverisë, por do na jepte apo s'do na jepte në buxhet, dhe kemi bërë përpjekjet tona me sponsor pak nga buxhetet tona që ne ta përfaqësojmë me dignitet Shqipërinë duke qenë me veshje kuqezi, me uniformën e ngjyrat e flamurit tonë kombëtar dhe nuk ka asnjë dallim, ju do ta shikoni sot edhe në parakalim, ne do kishim dëshirë që përveç sportistëve tanë që do të parakaloj të ishte dhe ekipi futbollit, por fati i keq është që ekipi futbollit ka një ndeshje nesër me Italinë dhe ishte pamundur dhe trajneri Bushi dhe Sejdini ma thanë që kishim shumë dëshirë të ishim ne, se do të ishte në memorien tonë një ngjarje bukur duke parakaluar një parë lojra mesdhetare, por është e pamundur sepse të gjithë delegacionet kanë filluar rrugtimin për vajtur stadium nga ora 3:30 dhe në 8:15 fillon ceremonia. Është një strapaci dhe një lodhje shumë e madhe për të marrë pjesë në këto ceremoni dhe ne nuk donim që futbolli që ka nesër performancë me Italinë të strapacosh të rinte 5 orë në këmbë. Prandaj lam ata në kruz, atje në dhomat e tyre në palestër për të bërë një stretching dhe të ishin gati ku ne do të shkojmë të gjithë për të suportuar futbollistët tanë, po pse jo edhe boksierët tanë dhe ciklistët tanë që fillojnë në orën 10 dhe taekwondoja dhe noti dhe gjithë sportistët ne do të jemi si grup për t'i ndjekur dhe bashkë me delegacionin olimpik sot ka ardhur dhe një grup në krye me ministrin Gonxhe, me zëvendësministrin Endrit Hoxha, gjithë stafi i tyre për të ndjekur lojrat dhe për të qenë pjesë pranishëm në këtë aktivitet. Si mund shërbej pjesëmarrja e Shqipërisë në këtë event edhe si një urë bashkëpunimi mes kombeve, mes dhe përfaqësuesve të tjera të pranishme? Ky është qëllimi i lojrave mesdhetare dhe i lojrave olimpike, lojrat që bën Komiteti Olimpik, sepse po të shikosh kur zhvillohen kampionate botërore të gjitha sporteve, po dhe të futbollit, edhe basketbollit, dhe gjithë sportet në veçanti, të gjithë ekipet mundohen të zgjedhin hotele me 5 yje në kushte të mira. Kurse lojrat olimpike dhe lojrat mesdhetare dhe ato olimpike europiane kanë një filozofi tjetër, filozofi që të gjithë sportistët dhe kampioni olimpik dhe i kampioni jonë shqiptar rrinë në të njëjtat kushte, flenë në të njëjtët krevat, hanë të njëjtët ushqim, sepse është solidariteti që ka lëvizja olimpike ku të gjithë kombet janë bashkë dhe të kenë mundësi të shkëmbejnë traditat e tyre, të shkëmbejnë bisedat ndryshme, të njihen sportistët me njëri tjetrin. Pra kjo është lëvizja olimpike, nuk është vetëm rezultati dhe medalje, por e rëndësishme është një filozofi në lëvizje olimpike, e rëndësishme është të marrësh pjesë. Pjesëmarrja është një gjë e jashtëzakonshme që të kesh gjithë kampionët e mesdheut dhe kampionët e botës, të kesh në atë kruz ku rriti, në ato kurse ku rriti, në atë restorant ku rriti janë të gjithë sportistët e mëdhej dhe medalistët europian dhe botëror. Prandaj, sportistët e presin me shumë dashuri këtë pjesëmarrje në lojra dhe nuk ndjejnë lodhje pavarësisht se do rrinë 3-4 orë atje derisa të vijë ora e ceremonisë, po ishin të gjithë kënaqur për të shkuar për të marrë pjesë me flamurin shqiptar ku dy sportistët tanë do të kenë mundësi aty të valvisin flamurin shqiptar, ku mbas Greqisë gjithmonë Shqipëria është e dyta në renditjen e gjithë delegacioneve që do të parakalojnë në stadiumin e Tarancos. A ka ndonjë emër të sportistit të rinj në çdo disiplinë që përfaqësohet Shqipëria që do të lejë gjurmë në këtë event, majsa ju e keni parë në përgatitje? Sportistët e ri, ne nga sportistët e ri kemi një sportist shumë të talentuar,
që është sportisti taekwondos Ernest Merdanaj, i cili deri para 6 muaj ishte në renditje në vendin e 4 në ranking listën botërore për sa i përket taekwondos, po për arsye se ai është i ri, vetëm 18 vjeç dhe nuk mund të rrinte dot në atë peshë, ka ndruar tani peshën, e ka pak më të vështirë se që ka pasur, sepse në trupin e tij nuk ka pikë dhjami, dhe ishte i detyruar se sulesh do të më nga pesha dhe ka vajtur një peshë më lartë. Te Ernesti kemi sportistët e notit, kemi sportistët e ciklizmi, kemi boksierët, Arion Zeneli dhe sportistët e tjerë që ne mendojmë që do të arrijnë rezultate mbreslënse për delegacionin olimpik, sepse nuk është e rëndësishme vetëm të marrësh medalje. Medalja nuk merret shumë kollaj me francezët, me italianët, me kroatët, me slovenët, me Malinezin, me Turqin, me Greqin, me gjithë to shtete që i kanë buxhete të frikshme për sa i përket sportit. Vetëm Komiteti Olimpik Italian e ka buxhetin 500 milion euro dhe 30% nga komunitet e basteve. Komiteti Olimpik Shqiptar e ka $190.000. Tani bëni krahasimin vetë se ku jemi ne me botën dhe përsëri duhet jemi krenar. Me këto buxhete mirane që kemi, jemi të gatshëm të garojmë me më të mirët e mesdherët, me më të mirët e botës dhe t'i sjellim Shqipërisë medalje, siç i sollëm në Oran me kampionën tonë të jashtëzakonshme që i la 50 metra mbrapa Luiza Gega dhe me sportistët e mundjes që morën medalje. Nuk është e kollaj të marrësh medalje në mesdhe, se janë këto shtete si Turqia që ka sjell 500 sportistë. Nuk po flasim pastaj për Marokun, për Tunizin, për Algjerin që kanë sportistë yje dhe kampiona bote në ekipet e tyre. Por megjithatë, ne me një ekip modest, që nuk është ekip i vogël me 70 sportistë që ne do të garojmë, do të garojmë me dinjitet dhe shpresojmë që t'i sjellim Shqipërisë medalje siç i kemi sjellë edhe në Oran, po edhe në Peskara dhe në Tunis dhe në gjithë lojrat që Shqipëria ka marrë pjesë në lojrat mesdhetare. Zot Ylli, a keni një mesazh për sportistët teksa jemi në sipari, le të themi kështu, të këtij eventi madhor? Do t'i uroja të gjithë sportistëve tanë, trajnerëve të tyre, presidentëve të federatave, që të garojnë me dinjitet sportistët tanë, aty të garojnë me fair play, të fitoj kush është më i miri, sepse në fund fundit në 2 ndeshje, në 2 vetë që do ndeshen, njëri do fitoj. Në sport shpeshherë ka dhe padrejtësi, edhe në këto sportet tona, siç ishte rasti i Valjevit tonë në peshën 74 kg, që në mënyrë flagrante ja mu më ndeshjen, me atë ndeshje ai hynte në medalje për të marrë medalje në artë. Ndodhin këto gjëra, ma kanë pranuar mua dhe presidenti Federatës Botërore dhe gjyqtaria mbas garës që ishte një gabim i joni, por ne medalje në artë humbëm në Paris. Por ne nuk duhet të mërzitemi, në rëndësishme është që të garojmë me dinjitet, të përfaqësojmë Shqipërinë me dinjitet, se janë sportistët elitarë të botës, janë 3 kontinente që marrin pjesë, që tash janë me delegacione të mëdha, janë me sportista elitarë dhe janë me buxhete elitare, me 5 mjek, me 10 mjek, me masazhator, me psikolog me vete. Ne jemi me një ekip modest, por t'jenit sigurt që do t'a përfaqësojmë Shqipërinë me shumë dinjitet. Zot Ylli, shumë faleminderit për këtë intervistë dhe shumë suksese në këtë eveniment. Shpresojmë shumë që të vini sa më shumë medalje në Shqipëri. Faleminderit edhe ju. Kemi mbërritur në fund bashkë, mirë takofshim.